Ishte një njoftim nga Spaku, ka pasur ndërkohë edhe një ngjarje të rëndë në Memaliaj, një iri ka gjetur vdekjen pas një sherrri banal të çastit. Se si mundet që sherrret banale të kushtojnë jetë shqiptarësh, kjo është përtej asaj që unë mund të kuptoj dhe perceptoj, megjithatë jetojmë në një vend që duket se e ka humbur pak busullën morale dhe logjike. Njoftim për shtyp. Ndërkohë edhe një tjetër i ri është plagosur që dyshohet të jetë vëllai i autorit. Po, e vërtet. Kjo në Memaliaj. Në Memaliaj. Këta janë 3 përfshirët të ky incident, janë 3 nga 10 të rinjtë vetëm që kanë Memaliaj. Goxha statistik. Kjo njoftim për shtyp i datës 21/4/26 sekuestroi pasuri në vlerën mbi 40 milionë eurove në kuadër të procedimit penal 20 fraksion 1 të 25-s. Prokuroria ka bërë këtë konkurrencë paligjshme nëpërmjet dhunës, heqje paligjshme e lirisë, këto pengmarrjet i keni parasysh. Ju kujtohen në ngarkim të personit në nënhetim MK. MK, mos u ngatroni, është thjesht një tjetër Linda kjo. Pasuria llojit apartament me vendodhje rrugën Dervish Hima, kati 8, apartamenti 32. Dervish Hima është në çik te stadiumi Air Albania, në çik vend premium, mirë, kështu. Rruga Kavajës, 73 metra, bukur. Vendodhje në Qerret Kavaj, super vil aty. Vil. Po. Edhe më pëlqen shumë perversiteti i Spakut te ky njoftimi, thotë pasuri me vendodhje në Qerret, kështu komplet në eter situata, mund të kishin shoqëruar me foto, siç dalin fotot e këtyre diktatorëve të lindjes mesme ose të Afrikës. Ke parasysh që kanë VC Floriri. Kështu gjëra është, domethënë nuk e di se jemi gjithë kurioz. E imagjinoj që të kishte në bide diamantesh kjo për shembull. Tani me këtë lloj pasurie. Pse jo? Ndoshta ka ullishtën të tillë. Ja, për shembull, pasuria me numrin kaq e llojit ullishte, sipërfaqe 1500 metra në Sauk. Në Sauk nuk ka më ullishte, është tokë ku do të ndërtohet. Po nese, autovetur... Mirlinda, po. E di që i bën ullirit Mirlinda? E shtyp vet. Vërtet? E shtyp vet. E mbledh dikush tjetër. Po, e shtyp vet. Ecim autovetur tip Volkswagen, që e përdorte për shoferin, se vetë kishte tjetër. Domethënë, në letra ka një Volkswagen Tiguan, po në rrugë ka një Porsche. Por Porsche nuk e kanë kapur se kishte të vetën. Shkreta llogari bankare në BKT, disa llogari në OTP. Disa llogari në OTP. Disa. Po një për çdo valutë ti. Një në euro, një në lek, një në dollar. Një dollar që ka mbetur pak keq të fundit. Po, patjetër. Ne shkretët që i kemi gjitha llogarit në drami. Pra nuk vlen as i lek. Ndërkohë, Ergys Agasi, çfarë pasurish kishte? Pasuri e llojit pyll. Ka pyll, djali. 27.000 metra katror. 27.000? 27.000? Po. Edhe aty, te ky pylli, ka dhe një shtëpi vogël, 350 metra. Në Petrel. Pyll tjetër, 5.300 metra. Aty ka dhe një shtëpi vogël me 182 metra katror. Pasuri e llojit pyll tjetër. 1.000 metra, jo, më falni, është 9.000 metra. 9.000 metra pyll. Aty ka një shtëpi tjetër të vogël, 600 metra katror. Pasuri e llojit të pyll, 1.000 metra, aty ka 350 metra, do më thënë, vilën e ka konsideruar pyll, kupton ti, e sa të lezetshëm. Ndoshta ka pasur ndonjë plan për turizëm a diçka. Truall në Lundër, me ndërtesë 400 metra. Modeste. Pasuri e llojit ar, i ka gjitha llojet e formës së tokës. Ky djalë me 10.000 metra ar. Edhe ky plugonte vetë i shkreti. E imagjinoj atë duke thyer shatin, i shkreti është lodhur. Ja, kush e di si ka kallot, i fillojnë që këtu i fillojnë kallot, jo këtu. I gjari, se s'kemi qarë mjaftueshëm. I ziu. Edhe ky jetonte me qera i shkreti. Me qera? Po, edhe ky me qera. Pasuri e llojit truall, vendodhje në Durrës 400 metra, ndërtesë sipërfaqe 165 metra. Pasuri apartament Durrës, garazh në Tiranë, apartamente në Tiranë, apartament tjetër në Tiranë, apartament tjetër në Tiranë, u mërzite, ka shumë apartamente. Bën shumë. Pasuri tjetër e llojit garazh, truall, një tjetër truall,
apartament, garazh, apartament, garazh, ka një truall dhe ndërtesë në